kur u kthye pa paralajmërim. Kanë kaluar 3 javë që nga ajo natë. 3 javë heshtje. Elira e kishte bindur veten se ndonjëherë momentet e bukura janë vetëm momente. Se ndoshta ajo që ndodhi mes tyre ishte thjesht një çast guximi që nuk do përsëritej. Por zemra nuk bindet lehtë. Ishte një mbrëmje e qetë. Qielli kishte atë ngjyrën e thellë blu që paralajmëron natën, ndërsa dritat e qytetit fillonin të ndizeshin një nga një. Elira ishte ulur në divan me librin hapur, por syt nuk lexonin. Mendja ishte diku tjetër. Dikush trokiti. Jo zile. Trokitje. Zemra i rahu fort. Kishte diçka në atë trokitje, diçka të njohur. Kur hapi derën, ai ishte aty. Arbeni. I qetë. Me të njëjtin shikim të thellë. Por këtë herë pa distancë. E di që nuk duhet të vi kështu, tha ai me zë të ulët. Elira nuk foli menjëherë. Thjesht e pa. Sytë e saj kërkonin përgjigje që ai nuk i kishte dhënë. Pse tani? Pyeti ajo. Ai mori frym thellë. Sepse u përpoqa të harroj. Heshtje. Dhe zëri i saj ishte i butë, por i qëndrueshëm. Nuk munda. Fjalët e tij nuk ishin dramatike. Ishin të sinqerta. Dhe kjo e bëri momentin edhe më të fortë. Ai hyri brenda pa e prekur. Pa e nxituar. Por prania e tij e mbushi dhomën. Elira qëndronte përballë tij. Një hap larg. Ti më the që nuk do largoheshe, tha ajo. U friksova, pranoi ai. Ajo nuk priste atë përgjigje. Frikë nga çfarë? Që me ty nuk do ishte thjesht një histori. Që do ishte diçka më shumë. Sytë e saj u zbutën. Ai ju afrua ngadalë. Nuk e preku. Thjesht ndaloi para saj, aq afër sa ajo mund të ndjente nxehtësinë e trupit të tij. Unë nuk jam një moment, tha ajo qetë. E di. Dhe për herë të parë, ai nuk u fsheh pas heshtjes. Gishtat e tij ngritën lehtë një fije floku nga fytyra e saj. Prekja ishte e butë, sikur po kërkonte leje. Ajo nuk u tërhoq. Ai vendosi dorën në belin e saj, pa e shtrënguar. Vetëm për ta ndjerë. Elira, këtë herë nuk kam ardhur të largohem. Frymëmarrja e saj u bë më e thellë. Po nëse të lëndon, përshpëriti ajo. Po nëse mosardhja ime të lëndon më shumë, hapësira mes tyre u zhduk. Ai e tërhoqi pranë vetes. Trupi i saj u përshtat natyrshëm me të tijin. Nuk ishte pasion i papërmbajtur. Ishte rikthim. Ishte pranim. Buzët e tij prekën ballin e saj. Ngadalë. Me kujdes. Ajo mbylli sytë. Mos u zhduk përsëri, tha ajo me zë që mezi dëgjoi. Ai ngriti fytyrën dhe e pa drejt në sy. Nuk do iki. Por këtë herë dua të qëndroj për arsyen e duhur. Ajo buzëqeshi lehtë. Dhe cila është ajo? Ai ju afrua aq sa buzët e tyre pothuajse u prekën. Sepse dua të zgjohem pranë teje pa frikë. Puthja që pasoi nuk ishte e nxituar. Ishte më e thellë se herën e parë. Jo më për të testuar ndjenjat, por për t'i konfirmuar ato. Duart e saj u mbështollën rreth qafës së tij. Ai e tërhoqi më afër, duke e ngritur lehtë në krah dhe duke e vendosur në divan. Këtë herë nuk kishte dyshime. Vetëm frymëmarrje të përziera. Vetëm prekje që njihnin njëra tjetrën. Ai ndaloi për një moment dhe e pa. Ti më bën të dua të jem versioni më i mirë i vetes. Ajo e preku faqen e tij. Unë nuk dua perfeksion. Dua që të mos ikësh. Ai buzëqeshi. Herën e parë erdha nga dëshira. Këtë herë erdha nga zgjedhja. Jashtë, dritat e qytetit ndriçonin si dëshmitar të heshtur.
brenda, dy zemra nuk po luftonin më kundër asaj që ndjenin. Ai u shtri pranë saj dhe e tërhoqi në kraharor. Elira vendosi kokën mbi gjoksin e tij, duke dëgjuar rrahjet e zemrës që këtë herë ishin të qeta. Tani? Pyeti ajo. Tani fillojmë, u përgjigj ai. Dhe ndoshta për herë të parë, ajo e besoi.